Memoria Pikal publikon historinë e panjohur të repartit special të avionëve dhe helikopterëve ushtarak personal të Enver Hoxhës dhe udhëheqjes së lartë të PPSH-s gjatë periudhës së regjimit komunist, nëpërmjet dëshmive të ralla të ish-komandantit të aviacionit luftarak, kolonelit Edip Ohri, i cili kujtohet në ngjarjet e vitit 1971, ku dy krierës më të lartë të shtetit, Enver Hoxha dhe kryeministri Mehmet Çeu, shfaqën dëshirën dhe kryen një shëtitje me helikopter mbi hapësirën ajrore të Tiranës. Përstej udhëtimi dy krierëve kryesor të shtetit shqiptar, alarmoi udhëheqjen e lartë të Republikës Popullore të Kinës, të cilët thirrën menjëherë në shtabin e përgjithshëm Edip Ohri, që asaj kohe ndodhi në një vizitë zyrtare në Pekin, dhe çfarë i thanë atij. Avioni i parë personal që ka pasur Enveri ka qenë IL-14, që i dërguan sovjetikët në 1957. Në 1971, një tip i tillë, por më i sofistikuar, i dhuruan edhe kinezët. Ato dy avione dhe dy të tjerë që ishin të destinuar për udhëheqjen e lartë, ishin të dislokuar në një detashment të veçantë të Laprakës në Tiranë, i cili njihej si detashmenti i avionëve të udhëheqjes. Komandanti i atij detashmenti, ku ishte përqendruar specialistët dhe pilotët më të mirë, ishte Babçe Faiku. Këto 4 avion ishin me një instruksion të posaçëm të miratuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e Brendshme, që kishte rregulla tepër strikte, me të cilat nuk mund t'i shkonte mendja të luante askush. Çdo kërkesë që bëhej për fluturimin e Enver Hoxhës dhe anëtarëve të byros politike, kalonte nëpërmjet drejtorisë së dytë të Ministrisë së Brendshme, e cila ishte destinuar për ruajtjen e sigurimin e jetës së udhëheqëses së lartë të PPSH-s. Kur bëhet fjalë se ata avionet do të lëviznin brenda vendit, kërkesa duhet bërë jo më pas se 48 orë para, përndryshe në mënyrë kategorike, ajo nuk pranohej nga ana jon. Ndërsa kur bëhet fjalë për udhëtime jashtë vendit, lajmërimi bëhet disa ditë përpara, sa të zgjasin procedurat e vizave të sqar. Ky repart ku ndoshin 4 avion qeveritar, ruhej me një shërbim tjetër special nga Garda e Republikës dhe asnjëri tjetër, përveç komandantit Babçe Faiku, nuk mund të afrohej aty. Ashtu si komandanti përgjithshëm i aviacionit luftarak nuk kisha të drejta afroheshan, pa lejen e praninë e komandantit të atij grupit, i cili njëkohësisht ishte edhe piloti i parë i Enver Hoxhës. Kështu dëshmon me së tjera ish komandanti përgjithshëm i aviacionit luftarak shqiptar, koloneli në pension, Edip Ohri, lidhur me avionët dhe helikopterin personal të Enver Hoxhës dhe udhëheqjes së lartë të PPSH-s në ngjarjen e vitit 1971, ku dy nga udhëheqësit më të lartë të shtetit shqiptar shfaqën dëshirën dhe bën një shëtitje me helikopter, duke udhëtuar veç e veç, gjë e cila asa kohe alarmoi udhëheqjen e lartë të Republikës Popullore të Kinës.